Hyrja e Shkodrës po ndryshon dukshëm fal një investimi strategjik për 10 milion eurosh, që po zbatohet në segmentin rrugor nga Harku i Berdicës deri te Kura e Baqallekut. Aktualisht puna është përqendruar në 3 fronte. Njëra anë e rrugës është në fazën e shtrimit të shtresës asfaltike, ndërsa në 2 segmentet e tjera po zhvillohen punimet nëntoksore. Ndërkohë ka nisur edhe faza e realizimit të pilotave për ndërtimin e urës së re. Aktualisht punimet në hyrjen e Shkodrës në segmentin nga kthesa Vilipojës deri në ura të Bunës. Punimet po ecin shumë mirë. E kemi ndarë në 3 segmente. Në një segment për 500 metrash kanë filluar shtresat asfaltike. Në 2 segmentet e tjera punohet me infrastrukturën nëntoksore, në kuptoj kanalizimin e urave të shiut, linjat e rezervë, ndryshimin rrugor etj. Gjithashtu kemi filluar punimet dhe tek ura e Baqallekut. Jemi në fazën e realizimit pilotave. Për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve gjatë sezonit turistik, puna është organizuar në mënyrë që të shmanget sa më shumë bllokimi i trafikut, duke garantuar qarkullim të vazhdueshëm për banorët dhe vizitorët. Lidhur me trafikun, ne kemi marrë gjithë masat e duhura për menaxhimin e trafikut, me cejlistikët përkatëse. Po edhe fakti që një pjesë e kemi asfaltuar ka të bëjë me menaxhimin që kemi menduar ne për devijimin e trafikut në mënyrë që të realizojmë punimet në pjesën e mbetura. Për banorët ky investim është i domosdoshëm. Ne jemi shumë të kënaqur për rrugën, që është bën e re. Kanë pas mirë kuptimin edhe me këta shokë që kanë bën investimin. Jena shumë të kënaqur. Atë besim kena tash na, për zhvillim është kja. Çohet edhe vlera, edhe dyqaneve që kena, pronave kur bëhet për të mirë komunitetit. Është gjë e mirë. Ky projekt është pjesë e një strategjie më të gjerë për modernizimin e infrastrukturës rrugore në Shkodër, duke përmirësuar aksesin, sigurinë dhe cilësinë e jetës për banorët dhe vizitorët. Përmes këtij transformimi, Shkodra bën një hap të rëndësishëm drejt një zhvillimi urban të qëndrueshëm dhe bashkohor.